Në emisionin e kësaj jave në përballje me gazin kena huzën e respektuar zoti Osman Muslia. Baba tash më akuzoi me shkun me drejtë. 77 kjo ka qenë, unë nuk dajsa. Më kujtohet I kam shef dokumentat në Hamar Drithit. E dy djemë të miqës kur kanë shku më rrisë në gjimnazë Skënderaj, unë kom qyrë me I morë dokument me shku, kur shku si kom gjetë. Më kish pas hetuze ar baba, nona dikush. Edhe baba I ka pasu dokumentat në Prishtinë. Me këta të politikës. Raportet me drejtuesit të Bashkisë Islame, konkretisht me Naim Tërnovën. Ajo është miftia I Kosovës me mujtë sa Darcaj, me mujtë sa të shanat s'ka më konshtë. Të bërë në gëzatlisht ka njerë, po thënë s'ka kështë e zavenca. A menen që ko xhamia shumë Kosovë? Më paskone mifti, kësa bo një standard ndërtimit xhamive. Jo ku ti teket dikuj me ndërtu xhamia dhe kuj ti teket për arsye se po degradohet edhe xhamia. A kanë rruga Roja Haxhallat? Albinin e ki shak po vjen të të përren, I set pasul diçka disa bo. Po në shok I kam Se s'po lja bën të Albini numrat I ka pos, mi bo ligjën.